Sot, në frymën e festës së Pashkëve, ekipi i televizionit Syri ka trukitur në derën e familjes Topalli nga fshati Kushevec, ku është pritur me ngrohtësi dhe traditë nga gjyshja Vitore Topalli. Në nlokja Vitore ka ndarë kujtime të çmuara për mënyrën se si festohej dikur kjo festë e shenjtë. Ajo tregon me emocion se Pashkët më parë kishin një gjallëri më të madhe, sidomos për shkak të pranisë së mërgjimtarëve, të cilët kthehishin për të festuar pranë familjes. Masi jena shënësh, i pritë mirë, se kërkosh në erë. Kërkosh, djeltë, ku marë për 3 ditë, bëljeta shtajtë. Së nërën. Kata unë s'ka metë kush. Një djallë të ri, shveton katon nuk e janë. Vish pleshe plaka. Shka me bën këto, senet e kanë hip në qilë. Ste uje, krejtë, na do të më hanga me dekonja. Atëre do të më dalë, fëmija. Nuk ka ma flak, për nanas, për babën, më se pas të një ditë në më të botë. Kena festo mirë shumë. Jena kënjosh, me qatë pasoni jena kënjosh. Nuk kena pas pasonit madhe, po jena kënjosh. E kem dashur shoqin. Si pasaj, festa Pashkëve dikur zgjaste për 3 ditë të plota, me vizita të shumta, tryeza të mbushura dhe ngrohtësi familjare. Ndërsa sot, megjithse ruhet tradita, atmosfera ka ndryshuar dhe është më e qetë. 3 ditë edhe nesra e majshëm. Po, 3 ditë në shkoj dëshim të kërku. Tash jemë në së dje kërkosh. Sotarë. E të natë mirët i kanë. Kërejt s'kanë mongë kërgja. Në nlokja Vitore nuk harroi të përcjellë edhe një mesazh për të gjithë besimtarët dhe qytetarët, duke theksuar rëndësinë e dashurisë, respektit dhe unitetit në familje. Mesazhin jem janë kur t'janë shënësh, e loti Zotën për krejt botë, me ban paqë, se së kur ti, së kur mu Zotën e ka falë. Ajo shtoi se Pashkët mbeten një ndër festat më të rëndësishme për besimtarët katolik, duke simbolizuar ringjalljen, shpresën dhe fillimin e ri. Shumë janë të rëndësishme për krejt botën, se ai ka vujt Krishti për ne ma shumë, për ti se kanë kushtuar në kryq. Ma ronë s'ka. E nana vetë qatë djale ka pas, qata ka pa për kiamet. Po ai fitoi lumëtërinë e jetës, e djalli raposht. Aja të mënu me nga regjinën, po nuk o të mujtë, se ai s'pele. Nga familja Topalli në Kushevec, kjo festë vazhdon të ruajë thelbin e saj, bashkimin, traditën dhe kujtimet që kalojnë brez pas brezi.